ndërmjet vertebrave, Unazave. unazave, si thot populli, kemi diskun apo jastekun. Kjo është për shkak të mbrojtjes të vibrimit. Nëse zgjerohen këto, doktor, dhe a ka gjasa të shërohet nëpërmjet operacionit? Se shpesh I kemi parë, jënë fut në operacion, jënë bëhet më keq. Pikës parë unë kisha shkuar ka gjasa mu shëru pa operim. Atë të flasim një pse dëmtohet një disk. Shumica e dhimbjeve është mekanike, që çon deri te dëmtimi I diskut. Po dëmtimi I diskut këtë rast nuk vije brenda ditëve. Ajo është një smundje degenerative që vije brenda viteve. Gradualisht për shkak të inflamacionit që ndodh aty, për shkak të pozitës, peshave të rënda etj, vije deri te dëmtimi I diskut. Në momentin që ka një inflamacion, disku zgjerohet, dëmtohet, edhe është një nerv sinovertebral nerv. Kur pezmatohet, ai nerv jep dhimbje. Por në raste më të rralla, kur disku qahet, fturi I diskut dhe prek komprimon nervin, I cili kalon afër, atëherë jep pezmatim apo ndezje edhe te nervit. Këtë rast ne e quajmë radikulitis, apo I bie ndezja, inflamacioni I rrënjes së nervit. Edhe prezantohet me dhimbje të shpinës. Por nëse kjo vazhdon të jetë e tillë, edhe jep edhe deficit neurologjik, I bie që ka birje, dhimbje të poshtë këmbës, shpeshherë edhe në rastet më të rënda shkon deri tek foot drop apo humbja e forcës muskulare të gishtit tregues, gishtit të madh të këmbës, kur I themi pacientit me bëj ekstenzionin e gishtit, ai nuk mund ta bën, I thush gishtin e madh të këmbës me ngrit lart, duke e mbajt me pesh, duke e krahasuar gjithmonë me këmbën normale, ti do ta vren sa është forca muskulare. Bas kësaj ti e kupton se sa është nervi I dëmtuar apo jo. Nëse ka dëmtim dhe ka deficit neurologjik, I themi radikulopati. A mund të shërohet disku? Është vështirë të themi që shërohet, pasi është dëmtuar, është degeneruar, është plakur, përmes apoptozës, shpeshherë kurret I disku, lirohet inflamacioni në rrënjën e nervit, edhe pacienti thotë u shërova. Realisht është kur 1-2 mm ka dhëna që mund të kurret, po plakja apo degenerimi persiston I diskut. Nuk është shëruar. Sa për t'ju hequr dhimbja me një aspekt. Sa për t'ju hequr dhimbja, eksakt. Këtë rast, kjo është proces fiziologjik edhe pa ilaçe. Po ndonjëherë mjek japin kortizonik. Gjithashtu edhe unë mendoj që përveç kortizonikëve, vitamina D3, magneziumi, K2 jepen si antiinflamator.